Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë vazhdite në Dita Mënesi gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për ruajtjen e identitetit kulturor shqiptar dhe pikërisht për të diskutuar këtë temë kaq gjerë, por me informata të cilat në vijim do t'i diskutojmë. E kam deri ta kem sot në studio kryetarin e Federatës Pan-Shqiptare Vatra në SBA, konkretisht në Boston, zotërin mentor Max Sutaj. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Të ngjatjeta juve, faleminderit për mundësinë, kohën edhe hapësirën e misionit tuaj. Faleminderit që keni gjetë kohë dhe keni vënë një udhëtim disa orësh pra me aeroplan prej Amerikës deri këto dhe keni vënë të mundur realizimin e këtij misioni. Faleminderit juve sepse ne dëshëm Kosovën e kemi adheun tonë dhe kemi dëshirë me kohën tu, sepse këtu edhe qetësohemi mendërisht edhe shpirtërisht, por që kemi hapësirë misionin tuaj dhe flasim për gjëra që kanë rëndësi më shumë se sa ne për shqiptarët. Ajo është një gjë shumë e rëndësishme dhe ju jemi mirënjohës juve për kohën edhe mundësinë. Cili është misioni? Misioni jonë është shumë i thjeshtë edhe shumë i qartë. Ne koncentrohemi spesifikisht në imigrantët shqiptarë, duke filluar domthonë Vatra qysh në vitin 1912 kur është krijuar me Nolin, Konicën dhe me bashkëdhetarët e tjerë, dhe ka pas mision të qartë që ndihmojnë shqiptarët të lubojnë për çështën shqiptare, të ruajnë traditën, kulturën, zakonet dhe gjuhën shqiptare, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por qëllimi dhe synimi kryesor në ato kohra kanë qenë, sidomos po flasim para luftës së dytë botërore dhe kohën kur Shqipëria është pa pavarësinë e saj, domosdoshmë që të ndihmojë dhe lobojë për çështën shqiptare dhe të ruajnë toka shqiptare. Kështu që ne pastaj me kalimin e kohës, ajo pas luftës së parë botërore, te konferencës Paris ka ndryshuar edhe agjendën e saj, kur tani ne jemi apolitik dhe mbështetemi spesifikisht në historinë, kulturën, traditën, gjuhën, mirë po kur nuk lëm anash bashkëpunimet, lidhjet me vendimmarrësit amerikanë, si aleatin ton më të madh që kemi, që të ndihmojë çështjes shqiptare, Kosovës dhe shqiptarëve kudo që ndodhen në trojët e tyre etnike. Çfarë ju ka shtyrë që pikërisht merrni këtë iniciativë dhe të fokusoni në rëndësinë e kësaj veçantie, rëndësie dhe vlere me të vërtetë shumë të mëdha? Një pyetje shumë e vend për arsye sepse kur shef njerëzit përpara meje që kanë udhëhequr Vatrën në Federatën Pan-Shqiptare Vatra në Boston dhe nga kush është krijuar, me vërtetë ndihen vetën shumë të vogël ndaj tyre. Por qëllimi dhe synimi kryesor domosdoshmë kur është ofruar mundësia ka qenë me mbështetjen e gjithë njerëzve që kemi punuar, sepse SBA-ja të ofron mundësinë që takosh edhe të jesh në mesin e shumë shqiptarëve nga gjitha trojët e ndryshme, jo vetëm nga Kosova, nga Shqipëria, por nga Lugina, nga Qamaria, Mali i Zi, Maqedonia Veriut edhe nga Lugina, Sanxhaku, dhe duke parë mbështetjen e tyre dhe sugjerimet e tyre është diçka domosdoshmë që të jep vullnetin që ti të hysh edhe të mundosh të bësh më mirë që mundesh, por duke pasur gjithmonë parasysh qëllimi dhe synimi kryesor që ti e gjen në një vend dhe ke dëshirë ta ngresh sa më lart dhe ta lësh më mirë për ata që do vjen pas nesh. Dhe me shpresë që ata bëjnë gjithmonë më mirë dhe të vazhdoj kjo në misionin e saj që është tash 114 vjet dhe me shpresë që shumë vite tjera. Sa kohë dhe sakrificë kërkon udhëheqja e kësaj federate? Puna në federatën është punë vullnetare. Ne nuk paguhemi. Këtu japësh dhe nuk merr. Punën tonë private që bëjmë personale ose primare me cilën ne paguhemi dhe paguajmë gjitha detyrimet tona ditore për familje dhe për veten është diçka tjetër. Këtu është gjithçka domosdoshmë vullnetare, në kohën e lirë ose duke lënë punën dhe duke qenë i gatshëm që të krijosh eventet, mbledhjet, pritjet apo gjërat e ndryshme domosdoshmë që ne bashkëpunime që bëjmë me organizata të ndryshme dhe gjithmonë duke pasur dëshirën dhe vullnetin, sepse në fundit ne po mundohemi që ta ngrisim sa më lart dhe ta lëmë sa më mirë për gjeneratat e reja. Dhe ajo që e bën ndoshta edhe më të vlefshme ose më të mirë është që kur shohësh gjeneratat e reja që vijnë dhe interesohen dhe pyesin më shumë se kush ka qenë këta, çfarë kanë bërë dhe çka është ky event ose cila është ideja ose arsyeja e këtij eventi dhe çka mundohet të bëhet. Dhe kjo krijon kurrëshit e këta dhe na bën neve të ndihemi më mirë që po bëjmë një punë të mirë që më shpresoj që gjeneratat e reja do jenë krenarë të tregojnë nga vinë, të ruajnë zakonin, traditën, kulturën e tyre, gjuhën e tyre dhe të vazhdojnë edhe me fëmijët e tyre. A keni pa interesim nga gjeneratat e reja, sidomos për çështjen kombëtare? Po, tashti detyrën që e bëjmë ne, prindërit tanë që kanë bërë, gjyshrit tanë dhe ne që e bëjmë, ajo ndikon shumë edhe tek interesimi që ata do kenë. Në qoftë se ne bëjmë punën e mirë dhe krijojmë aktivitete, evente, bashkëpunime dhe shtojmë kuriozitetin e tyre dhe kurreshtin e tyre, atëherë mendoj që ata do të jenë më kurreshtarë dhe do mundohen të interesohen më shumë për nga kanë ardhur, kush janë dhe të jenë më krenarë me atë se kush janë dhe
të njëjtën kohë të paraqitet tek fëmijët e tyre, domethënë tek pasardhësit e tyre. Kështu që në çdo event kemi pasur fëmijë të shumë të vegjël që janë ofruar që po flasin dhe më mirë është kur në evente që bëjmë ata dalin dhe recitojnë. Ne kemi nderin edhe kemi shoqata atje që kanë krijuar edhe shkolla gjuhës shqipe që punojnë të vikendeve apo gjatë ditëve të javës dhe fëmijët pastaj në evente të ndryshme vinë dhe recitojnë, qysh nga mosha 3-4 vjeçare deri në rininë e hershme, domthonë ajo të bën të ndihesh më mirë kur ndëgjon ata, edhe pse ndonjë rast ndonjë kanë vështirësi flasin gjuhë shqipe, por prapë ndihen shumë krenar dhe shef në zërin edhe sytë e tyre domthonë mënyrën kur ata e recitojnë ose thonë ato vargje ose shprehen shqip, se sa krenar janë. Po pikërisht ato gabimet e vogla janë të pranueshme sepse gjuha shqipe është ndër gjuhët më të vështira në fakt për të mësuar, kemi shumë bashkëtinjtore, zanore, trajta të ndryshme që ndoshta ne që jemi rritur duke mësuar këtë gjuhë, pra është ajo amtarja, nuk e kuptojmë se si dikush cilin ndoshta për shembull ka gjuhën bazë anglishtën, mundet me qenë kerejt ndryshe. Shifet tash duke ditur që fëmijët, duke filluar nga unë, vetë fëmijët e mi kanë lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domthonë ata mirë, po është shumë e rëndësishme që ata pse janë lindur atje dhe gjuhën primare kanë anglishtën, prapë mundohem me folë gjuhën shqipe domthonë me dëshirë dhe pasion, edhe gjithmonë kur janë rreth njerëzve që janë shqiptarë, ata domthonë dihen më mirë dhe mundohen ta flasin, por e the shumë mirë. Gjuha shqipe është një gjuhë shumë e vjetër, është njëra nga 9 gjuhët indo-europiane origjinale dhe me lartësi shumë të lashtë, por është shumë e vështirë për ata si gjuhë dytë që të mësohet për këdo që tjetë, por duke pasur parasysh që ne mundohemi që gjithmonë flasim shqip, gjitha familjet shqiptare që janë jashtë, ku jemi në shtëpi ose kudo që kemi mundësinë, ajo ndoshta e bën një çik më të lehtë, domosht që ata të kenë të ndëgjuarit, domosht dëgjues dhe ndoshta i vije pak më lehtë që domosht që mos ta harrojmë ose të jenë më lehtë për kur je puna për të mësuar fjalët ose bër fjalit ose në fundit jenë më të rrjedhshëm në gjuhën e tyre ose të prindërve të tyre. Po kjo është ndoshta një barë që secili prind në Mërgat, kudo që është, për shembull në Gjermani, në Amerikë, këto vendet në rrethinën tonë është një barë për prindërit dhe një ngarkesë që duan që fëmijët e tyre ta mbajnë ta flasin gjuhën shqipe rrjedhshëm, pavarësisht që në shtetin ku banojnë, ku jetojnë, ku veprojnë, duhet funksionojnë në gjuhën primare atë që është, por rëndësia e identitetit tonë, ruajtjes identitetit tonë si shqiptar, në fakt, sepse jemi me të vërtetë shumë krenar për ne. Është shumë e vërtetë ajo që thotë ti, domthonë duhet në njëjtën kohë me shfrytzuar rastin me dhënë kredit shumë shqiptarëve, domthonë sidomos diasporës tonë, pa më parasysh ku janë ata, në Evropë, në Azi, në 7 kontinente domthonë që ekzistojnë, sepse shpesh shohim që kanë hapur misione të ndryshme në diasporë, radiostacione, pastaj kanë futur gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në disa kantone të ndryshme apo kuvende komunale, domthonë që atje gjë që është edhe njëri prej synimeve tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domthonë ne ku jetojmë aty domthonë qytetet tona që gjuha shqipe të jetë edhe gjuhë zyrtare në shkollat e mesme, por aty janë disa hapa paraprak të cilët duhet me u përfundu dhe me kompletu para se ne shkojmë tek drejtori i shkollave ose tek kryetari i Komitet Komunal dhe kërkojmë domthonë që gjuha shqipe të jetë kjo ose ajo dhe pastaj janë procedura që duhet aprovohen, votohet edhe vijë deri tek ajo. Por ajo është njëri prej synimeve të mia gjatë këtij mandati, domthonë që me shpresë në 2 vitet e ardhshme do ta realizojmë dhe pastaj të japim kurajë dhe të tregojmë edhe të tjerëve se si të bëhet në qytete të tjera. Por shqiptarët, unë thashë më herët që kanë arritur goxha mirë, edhe tjetër domosht që është evidente është se kanë filluar të inkuadrohen edhe në sfera të ndryshme të jetës kudo që ata jetojnë në shtetet që ata jetojnë, veprojnë, dhe disa janë lindur atje, disa kanë emigruar atje, vetë ata apo fëmijët e tyre apo nipët e mbesa domosht janë futur në për sfera të ndryshme të jetës, në industri të ndryshme dhe po arrin edhe kohën rezultate të mira, gjë që është diçka që është gjithmonë krenare, sepse gjithmonë duhet të themi që ky ose kjo është shqiptar ose shqiptare edhe na bën të ndihemi më mirë domosht sepse ata po arrin edhe po i zbardhin fytyrën kombë shqiptar. Pavarësisht jetës, mundësive më të mira, domethënë këto shtete, sidomos në Amerikë, sa është i madh malli për Kosovën? Është mall që gjithë ne mundohemi, unë për vetën tim mund të them që mundohemi ta shprehim ose ta themi, por është shumë vështirë ta vendosësh në fjalë ose të bësh fjali apo paragraf, edhe shprehesh me vërtetë se si është, sepse vetëm ajo se ajo që momentin që zbret në aeroportin Adem Jashari ose është duke shiquar Kosovën nga larg para se zbret në aeroport, është një ndjesi tjetër, edhe momentin që largohesh nga aeroporti dhe hyn në qytet apo në vendin ku je lindur, sidomos për ne që jemi lindur dhe rritur këtu, kemi kaluar fëmijërinë, është një ndjesi tepër
ndryshe, e projektojmë ndryshe, por ajo më e mira për veten tim, më them, është qetësimi psiqik. Dëmon që ku je në vendin tonë, dëmon ajo dashuria, qetësia që ke edhe shpirtërisht ndihesh mirë. Por nuk mendoj që kam ndonjë fjalë specifike që do mund ta përshkruaj atë, sepse nuk do bëja drejt asaj ndjeje, atë ndjesie, dëmon, duke pasur parasysh faktin se sa mirë ndihemi ose sa të afërt jemi me ta. Nëse mos udhëtimi përmendur diku rreth 4000 ditor mesatarisht është udhëtimi me aeroplan, do të thonë mënyrë më të shpejtë. Por kur nuk mungon vullneti për më kthy, me vizitu kretë familjar, të holla, tezë, të krejtë kështu. Po, është shumë e vërtetë, në varet se ku je në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, apo në Amerikën Jugore, në cilin shtet jeton, do të aty të gjatë, edhe më shumë, edhe më pak disa raste. Për ata që jetojnë në West Coast apo në bregun perëndimor të Shtetit Bashkuar të Amerikës është edhe më gjatë. Ardha këtu, pastaj varet nga lidhja që kanë me aeroplanet. Unë dje isha dhe vizitova shumicën e anëtarëve të familjes time dhe mundohesh të kalosh kohë me secilin, edhe pse duket ndoshta sa rren një orë 2 me secilin duket si 1 minutë, 2 minuta për arsye se shkon shumë shpejt dhe fillon muhabetet e para janë domosdoshmë duke kaluar ato që kanë ndodhur në momente ose në kohën ose në periudhë që s'jemi pa, e duke më duhet me rikujtu ato. Edhe kthehemi, domethënë, kalon koha shumë shpejt, shohim ndryshime. Ndoshta fëmijët vegjël, kur e shohin vitin tjetër, ka ndryshuar totalisht. Kosova është e pabesueshme, për shembull, ne që kemi qenë tu gjatë luftës, shumicën e fëmijës time kam kaluar nëpër demonstrata, protesta, gjëra të tilla, duke pa domthon disa prej hjekive kogja të mëdha dhe fotografive të merruese që mund të them ndaj popullit shqiptar që janë bërë gjatë viteve 80-90, që vetë kam qenë aty prezent, edhe tash ku i vim sot dhe shohim Kosovën, jemi krenar në jetën kohë. Gjithmonë kemi dëshirë që të jetë më mirë, por në jetën kohë jemi krenar për arsye se duke pasur ku ka qenë Kosova dhe ku është sot. Vetëm sigurt ishte edhe ekipi ynë i futbollit në World Cup, do ishte edhe më mirë kësaj radhe, por mendoj që edhe ata djelmoshët do të arrijnë në 2030, kur është jetra më shpejt që ata do të na përfaqësojnë më mirë atje dhe do të jenë pjesë e kupës ku do bëhet duket në Morocco, Spain dhe Portugal, kështu që më shpejt që ata arrijnë atë, por është diçka mahnitse. Në shumë fusha, ne kemi arritur, se mos fushën e artit, sportit, muzikës, kemi arritur mi preke dhe skenat ndërkombëtare, pra po vlerësohemi, po shihet talentit që e kemi. Ajo është shumë evidente, ti po fillosh me Duan, me Ritën, me Bebe Reqin, pastaj ne kemi edhe pse Kosova nuk është atje, ne prapë kemi shqiptarë që përfaqësojnë, me Granitin, me Jasharin, aty që është me ekipin e Zvicrës e tjerë. Edhe gjithmonë thua që shqiptar është. Dhe ishte një skenë para disa ditëve ku po luante Zvicra në njërin nga qendrat dhe ishte flamuar shqiptar dhe Graniti po nënshkruante firmën për disa fonca simpatizues dhe ajo të bën të ndihesh më mirë. Edhe komentatori po bënte domosdoshmë që pa marrë parasysh që Kosova e Shqipëria nuk janë këtu, ata prapë janë këtu. Sepse flamuari shqiptar po valvit mua aty në stadiumin e madh përballë gjithë atyre mira shikuesve. Doja të rikthehem tek organizimet që ju i organizojnë si federat, i përmendëm recitimet të ndryshme, sa shpesh ndodhin këto dhe çka konsistojnë fakt? Pyetje shumë e vend, atje ka shumë organizata ndryshme që mundohen të bëjnë dhe unë jam krenar me gjithë. Qëllimi kryesor i organizatës ku është kriju vetë federata panshqiptare Batra ka qenë bashkimi dhe konsolidimi i shumë shoqatave në një, që domosdoshmë që krijojnë një federat dhe shqiptarët të bashkohen, paraqiten të bashkuar përpara gjithë komuniteteve tjera dhe të jenë të organizuar. Vetëm këtë vit ne kemi pasur disa organizime të ndryshme, duke filluar në janar ku kemi festuar 2 vjetorin e ringjalljes së Vatrës në Boston, për arsye se për shumë vite s'ka qenë aty. Pastaj në muajin shkurt për pavarësinë e Republikës Kosovës kemi pasur Joe Diogarden dhe Shirley Diogarden për herë të parë në Boston, ku kemi bërë një event në Albanian Student Association në Harvard University, në Universitetin e Harvardit. Pastaj kemi ngritur flamurin e Republikës Kosovës në qendrat e Bostonit dhe kemi pasur një darkë solemne për falënderim për Joe Diogarden dhe Shirley Diogarden për punën që kanë bërë. Dhe për organizatën e tyre që është Albanian American Civic League, të cilët lobojnë për çështjen shqiptare në New York, Washington edhe pranë vendimmarrësve kryesorë që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke vazhduar pastaj me mikpritjen që kemi bërë William G. Walker, edhe gjithë ne e dim ambasadori Walker dhe gruaja e tij Nelly për punën që ka bërë ai për gjatë luftës Kosovës në vitet 98-99, sidomos pas masakrës së Çakut, librin që ka shkruar dhe kemi bërë një mikpritje dhe falënderim për punën e tij dhe mirënjohje aty në Boston, ku kemi pasur një event në Harvard
përdoret prap, pastaj te kisha Shëngjirgja, pasi nifet përndryshe kisha e Fanolit, dhe në mbrëmje në Albania Community Center, në qendër kulturore që është bërë aty afër Bostonit, kemi bërë edhe një darkë dhe falënderim për punën dhe mirënjohje për atë që kanë bërë. Eventi fundi ka qenë me mikpritja e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zoti Begaj, në fund të muajit prill, dhe aty ka qenë një event shumë i bukur, për arsye se kemi qenë gjendje që të sjellim shumë organizata të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që punojnë atje, por edhe nga Shqipëria dhe vendet tjera, nga Maqedonia e Veriut, që kanë bërë një prezantim të mrekullueshëm, recitim, kërcime, valle, dhe një pritje të denjtë për Presidentin e Republikës së Shqipërisë. Në njëjtën kohë në atë vend kishim profesorë të ndryshëm, kishim Deputy Governor, domthonë nën kryetaren e shtetit të Massachusetts, pastaj kryetaren e qytetit të Beverlyt dhe asemblesë, profesorë të ndryshëm, domthonë lokal edhe qendror të shtetit, ku jetojmë ne në Massachusetts edhe mëtej, dhe kjo e bëri atë event edhe më të mirë, më serioz dhe më të madh, edhe dha atë seriozitetin që kishte nevojë ajo. Përkundër këtyre eventeve që kanë qenë më të mëdha, ne kemi bërë edhe prezantime të librave të ndryshëm në fillim të muajit janar me kishën e Shën Trinitis, që është një kishë tjetër ortodokse shqiptare aty në Boston. Kemi bërë provimin e librit, pastaj edhe në muajin prill kemi pasur provim tjetër libri aty në kishën e Shën Trinitis, duke vazhduar edhe me shoqata të ndryshme që kemi bërë organizime të ndryshme, tash janë duke ndodhur edhe për momentin që po flasim, dhe kemi planet të mira për sa i përket gjysmës së dytë të vitit 2026, me disa evente ndryshme në shtator, tetor, piknik për shqiptarët, pastaj duke vazhduar me pavarësinë e Shqipërisë në nëntor dhe evente që do bëhen aty provimi i librave, ngritja e flamurit, dhe kemi disa plane specifike për të bërë një Albanian Day apo dita shqiptare, qoftë në Boston, qoftë në Washington DC, varet se do të mund ta realizojmë apo jo, por puna është duke bërë dhe duke përfunduar pastaj përveç festat e vitit të ri, Krishtlindjeve, domosdoshmë që t'i festojmë, t'i afrojmë shqiptarët, gjithë edhe të jenë sa më afër komunitetit dhe dorën të bashkuar përpara gjithë komuniteteve ndryshme, jo vetëm atyre shqiptare. A keni ndonjë aktivitet që ndoshta me të vërtetë ju ka lënë bresa shumë të mira, ndoshta ju ka rikthyer në kohë? Po, ka shumë aktivitete, ato që më kanë lënë bresa shumë ka qenë, tash është edhe 82 vjetori i gjenocidit ndaj shqiptarëve Qam në Qamëri. Para 2 viteve ne kemi pasur një event që kemi bërë në Quincy, një qytet në jug të Bostonit, në librarinë e qytetit të Quincy, që është qytet që ka goxha shumë komunitet shqiptar, dhe aty kemi pasur të pranishëm që ka qenë vetë ikur nga Qamëria në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore, kundër gjenocidit grek ndaj shqiptarëve Qam, dhe ata domosdoshmë kanë ndarë historitë e tyre dhe hjekat e tyre dhe gjëra që ata kanë pa dhe përjetuar vetë, tash mbas sa viteve, 80 viteve, domosdoshmë që ishte atëherë, ata tregonin historitë e tyre dhe në njëjtën kohë na bënte neve, por se mua personalisht me u ndi më afër për arsye se ndoja disa prej gjërave që ata kishin kaluar. Jo të nivelit të tyre, por duke qenë që kam qenë në Kosovë gjatë viteve 80-90 edhe deri në fund të përfundimit të luftës, kemi pa gjëra dhe përjetuar, domethënë që të bënin të ndihesh afër tyre dhe ti kuptoje se vërtet se çfarë po flisnin ose çfarë po thonin ata, dhe ti kuptoje disa prej gjërave që ata kishin parë se përjetuar. Po, kjo është diçka me të vërtetë shumë e rëndë edhe me diskutuar dhe me trajtu, dhe pikërisht mënyra më e mirë që më jap drejtësi, ndoshta të rëndësishëm të madhe kësaj çështjeje, dhe në fakt gjithë çështjes të kombëtare në përgjithësi është një pikë edhe sensitive, por edhe shumë e rëndësishme për mu trajtu. Po, është diçka, por mendoj që prapë ne duhet të mos harrojmë historinë, sepse nganjëherë unë kritikoj shqiptarët që ne harrojmë historinë pak, më duket, falim shumë shpejt, por historia nuk mund të harrohet, sepse nga historia mësohen që mos t'i përsëritin gabimet e së kaluarës, por nuk mund të jetojmë të kaluarën, por duhet të ecim përpara pa i harruar ato dhe të mësojmë nga ato. Dhe të dimë se çka ka ndodhur dhe se ku kemi qenë, kush jemi dhe çfarë duam që në të ardhmen tonë të afërt apo të largët. Kështu që duke i përjetuar ato dhe duke i përkujtuar ato, ne nuk e harrojmë, nuk e lëmë historinë që të harrohet. Në njëjtën kohë mësojmë fëmijët tanë dhe pasardhësit tanë se kush jemi qenë, kush jemi, dhe mbajmë gjallë energjinë, dritën
e kush ka qenë populli shqiptar, gjëra që kanë bërë, sepse si popull ne kemi ndikim jo vetëm në historinë tonë kombëtare, por ne kemi herojë të mëdhenj si Nën Tereza e Skënderbeu që njihen ndërkombëtarisht dhe kanë vlera për mbrojtjen edhe për ndihmën ndaj komuniteteve dhe kombeve ndryshme botërore, jo vetëm shqiptare. Kështu që mendoj që ne kemi dhënë shumë dhe kemi për të dhënë shumë, jo vetëm për qytetin shqiptare, por edhe ato kombe tjera në Evropë ose jashtë saj. Në fakt që e përmendet Nën Terezën, kujto në momente kur pa dikun në TikTok, ka qenë një vajzë kur e marr vesh ka dukur diçka shumë e çuditshme që Nën Tereza është fakt shqiptare. Nuk e ka kuptuar se në fakt Kosova, nuk e ka kuptuar ku është Kosova, në fakt e di që në Evropë, okay, po Kosova si shtet aq i vogël në krahasim me Amerikën, ju ka duk pak jashtëmendve dhe pastaj ajo vajza kishim me hulumtu e kështu, ju ka duk diçka që me të vërtetë do të më ditë më shumë njerëz dhe federata dhe organizata të ndryshme po e bojnë fakt këto. Po e japin vëmendje dhe rëndësi gjërave të cilat duhet të di këtë bota. Ajo shumë e drejtë e ti, e the shumë mirë, bërë një përmbledhje shumë të mirë aty. Ne duhet vazhdojmë me punën tonë. Duhet t'i shëndrisim ose t'i japim dritë dhe rëndësinë dhe seriozitetin të gjitha figurave tona që kanë bërë jo vetëm popullin shqiptar, por edhe për kombe tjera. Vetë Skënderbeu nifet si defender of Western civilization, mbrojtës i civilizimit perëndimor. Kështu që vetiu ajo të bën që ti si komb shqiptar të nifesh ndërkombëtarisht edhe të kesh vlerat e tua. Por mendoj që ne nuk flasim edhe sa duhet, edhe duhet bëjmë punë më të mirë. Për sa i përket do të ngrisim zërin më lart me atë se kush kemi qenë, çfarë ndikimi kemi pasur dhe kush jemi. Në ndikimin që kemi, rëndësinë që kemi, jo vetëm për Shqipërinë, Kosovën e ku jemi ne në Ballkan, por edhe për Evropën edhe më gjerë. Duke pasur parasysh figurat që kemi dhënë botës në përhistori, në për të kaluarën tonë, nga Aleksandri të Skënderbeu, të mbretëresha Teutit e të tjerë, edhe ditët e sotme me Nën Terezën, edhe pastaj me rinin tonë që kemi sot që mburremi gjithë me ta që i përmendëm vesh më herët për atë që ka ndikime dhe çfarë bëjnë për kulturën ndërkombëtare për momentin. Sidomos rinia në Mërgot, e ka një varë pak më të madhe dhe gjithmonë unë edhe prej familjarëve të mi cilët jetojnë jashtë, kthehen këto dhe ndihen vetvetja, ndihen me të vërtetë një ndjenjë e papërshkrueshme, siç ju pyeta edhe juve, sepse gjithmonë kam përpyetje për gjithë personat që jetojnë jashtë, është një lloj mungese, kështu dhe gjithmonë mundohen me qenë sa më dallum, sa më të mirë në atë fushë që dojnë me vazhdu në mënyrë profesionale, apo në ndonjë mënyrë tjetër, për shembull në hobit e tyre, që me arrit diçka dhe me të vërtetë me ngrit figurën e shqiptarit sa më shumë. Shqiptarët nifen shumë të zotë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë në punën time private menaxher një numër qendrash tregtare dhe 4 nga generalët menaxherët atyre qendrave tregtare janë shqiptarë. Dhe të gjithë janë më të dedikuar te punës, janë më të përgjegjshëm, janë më punëtorë dhe dëshirojnë të arrijnë. Për arsye se shumica e tyre, sidomos ata që kanë ardhur imigrantë, dinë se çfarë është të mos kesh dhe kanë synim primar dhe që të arrijnë sa më lart, të shkojë emri sa më lart. Por edhe gjenerat e reja të cilat kanë lindur atje janë shumë krenarë, punojnë, nuk harrojnë gjuhën e tyre dhe mundohen të jenë për aktivitete të ndryshme, në evente të ndryshme, të bashkangjiten, janë kurioz, bëjnë pyetje dhe kjo të bën të ndihesh më mirë domosdoshmë që puna jonë nuk është duke shkuar huç, edhe rinia jonë po interesohet, është kurioztare, edhe domosdoshmë e ardhmja do të jetë mirë për popullin shqiptar kudo që janë ata. Do doja të fokusohemi tek një keqkuptim që zakonisht e kemi kështu, familjet shqiptare mundet me pas një përshtypje që kushdo që është jashtë e ka pak më lart. Sa mendoni që është e vërtetë kjo? Nuk e di, mbaret nga secili njeri se si mënyrë se si veshërat. Unë mendoj që të parët tanë që kanë dalur jashtë mbas tutës dy botërore, pastaj gjatë viteve 60, 70, 80, edhe 90 e kanë shumë vështirë, se sa këta që janë ditët e sotme që dalin për arsye të ndryshme, qoftë që kanë lindur atje, apo dalin në 10 vjetorin e fundit jashtë Republikës Kosovës. Për arsye se mendoj që janë më të përgatitur tani dhe kanë një uri më të mëdha në lidhje me vendi ku shkojnë, ose arsyen pse shkojnë, ose kanë qëllime më specifike.
Kurse shqiptarët para luftës, edhe sidomos gjatë viteve 80-90 ose më herët, ato qëllimet kryesore kanë qenë aspektin financiar më shumë, ose me ndihmu familjen edhe me i dhënë krahun që ka pasur nevojë. Ndërsa sot njerëzit që vinë në 10 vjetorin e fundit ose në dekadën e fundit vinë ndoshta më shumë për arsye specifike, për sa i përket ngritjes në karrierë, arritjes ose qëllime specifike, ose një jetë financiare më stabile ose më të mirë, kështu që nuk mendoj që asnjëri ka të lehtë, por janë dallime drastike mes njërës periudhë dhe periudhës tjetër. Sidomos edhe shkollimi është një gjë bazë që tashmë po e shohim tek rinia që kanë përmendëm Harvardin, është njëra prej shkollave cilat edhe tek ne gjithmonë kemi një ëndër me shku në një shkollë e cila më të vërtet vlerësohet dhe mundesh më avancu tepër shumë. Shumë e drejta. Unë kisha djalin tim këtu për një semestër në djalin e madh në Kosovë, për të kryer një semestër dhe të afrohet sa më shumë me kulturën, zakonin, gjuhën dhe traditat shqiptare dhe të afrohet vetëm me Kosovën. Edhe ishte shumë krenar edhe shumë me njerëz si thash të shkosh Kosovë të përfundosh një semestër, tha po, tha, nuk është problem fare. Dhe isha shumë krenar me to dhe përfundoj me shumë sukses me gjërat mira. Dhe tani po procedojmë për hapat e radhës. Mirë po, e mirë është që ne tani kemi edhe Albanian Student Association në Harvard, shoqatën shqiptare në Harvard, në Bentley, në Northeast, në Boston College, Boston University dhe pastaj në universitetet tjera, qoftë në shtetin e Massachusetts, apo shtetin Boston, edhe në shtetet tjera, në shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jashtë saj, në Kanadë, Meksikë e tjera. Kështu që ajo e bën ndoshta edhe më të mirë ose kur ishte ngritën më shumë domosdoshmë që hey te linja jonë të ne dëshirojmë shkojmë të kryjmë shkollën, po do shkojmë në universitetet që kanë renome botërore, që kanë emër, që janë të njohura dhe ne duhet të arrijmë më të mirën e mundur. Edhe është gjithmonë një krenari, më kur shoh shqiptar po mor parasysh një njeh ajo personalisht kur ata diplomojmë edhe diplomojnë nga MIT apo Harvard apo Bentley apo UCLA, po mor parasysh Yale University dhe gjithmonë duhet një krenar me ta parasysh se aty do punë, dedikim, kohë, edhe aspekti financiar, mund që të arrijen ato hapa dhe nuk është lehtë fare, kështu që duhet të jepi krenar me ta. Po, është kjo një tranzicion që e kemi pas pra prej punës ndoshta jashtë për me fitu me pru domethënë financa edhe në Kosovë, tashmë për shkollim dhe më avancu karrierat e tyre, pra rinia ka evoluar në një mënyrë që po zhvendoset interesimi nga një fushë tek tjetra. Unë e ceka pak më herë, domethënë tash në dekadën e fundit janë më specifike kërkesat që kanë edhe rinia dhe atë se çfarë dëshirojnë ajo ose ajo të arrijë. Qoftë nëse janë lindur ose jetuar familjet e tyre në Kosovë apo janë lindur dhe kanë jetuar jashtë. Ka edhe nga ata që kthehen në Kosovë dhe gjejnë veten këtu më mirë se sa jashtë, por edhe nga ata që kanë synime specifike për sa i përket përfundimit të një shkolle, magjistraturë apo PhD programe diçka të tillë më lart, edhe të jetë me një universitet të cilin ata e vlerësojnë dhe mendojnë që do t'ju sjellë aty një të ardhmë më të sigurt ose stabile, ose mund të kenë një më të mirë për sa i përket karrierës tyre profesionale në aspektin që ata kanë synime. Kështu që mendoj që e tanishmja jep shumë më shumë për sa i përket asaj, mundësive, opsioneve dhe gjëra që ata mund t'i arrijnë. Kur ndoshta ato kanë qenë pak më ndryshe para luftës ose vitet më herët dhe ka qenë më vështirë që t'i arrish ose ti mendosh ato synime. Ndërsa sot është pak më lehtë dhe mendoj që duhet secili të shohë dhe gjej veten e tij apo saj, sepse ku ata shohin veten e tyre në të ardhmen dhe se si mendojnë ata se një veprim do t'i ndihmoj atij ose asaj në të ardhmen që ata shohin veten e tyre, qoftë në aspekti personal apo profesional. Sa i përket bashkëpunimit, ju si federat, a mundi më na tregu si funksionon dhe apo shihni që po keni bashkëpunime të shëndoshëm? Po, unë përmenda disa vetëm këtë vit. Dhe ajo fundit me mikpritjen e Presidentit të Republikës Shqipërisë, aty do duhet përfshiheshin shumë qoftë aspektin e sigurisë, policia lokale, qytetit, shtetit, Secret Service, shërbimi sekret, pastaj truprohet e ndryshme që adimin të proceset që ato gjitha duheshin të përfundoshin, dhe ajo bën në bashkëpunim me Albanian Community Center që është në Boston aty, një qendër shqiptare që është krijuar, dhe nga Qunat e Bostonit, nga Federata Pan-Shqiptare Vatra, dhe në të kohë kishin pranishëm gjithë shoqata që veprojnë dhe operojnë aty në shtetin e Massachusetts ose në New England, siç e themi ne, në 6 shtetet që janë rreth Massachusetts, shoqatat e ndryshme dhe gjithë jemi minjos. Pastaj ka qenë edhe është ngritja e flamurit të Republikës Kosovës në qendër që bëhet me Massachusetts Albanian American Community, BESA, dhe në nëntor dhe në shkurt, pastaj bashkëpunime me Kishën e Shëngjeshit, me atë të Shën Trinitis, me Shën Mëris që është në Worcester, një qytet në perëndim të Bostonit.
Dhe organizimit ndryshme që bëm së fundi ishte edhe Sofra Labe, që është organizu nga shoqata Labëria në Boston, në Kishën e Shëngjeshit, dhe më thonë, gjitha këto janë bashkëpunime me shoqatave dhe pastaj me federatën, që dëmon të dalin sa më mirë, sa më të bashkuar, të parafruar, dhe sepse këtu nuk qënë vetëm mesazh bashkimi tek komuniteti shqiptar. Po të njëjtin kohë duke dhënë mesazh bashkëpunimi dhe përforcimi dhe se jeni së bashku edhe ndaj vendimmarrësve, edhe ndaj qeveritarëve që udhëheqin qytetin apo shtetin e Massachusetts edhe më gjerë dhe që shohin atë bashkëpunimin që kanë ose parafrimin që kanë shqiptarët si komunitet mes tyre. Pikërisht do jam fokusuar te kjo për shkak se ju përmendët është punë vullnetare, prandaj rëndësia e bashkëpunimit mes organizatave ndryshme është ajo që e bën gjallë në fakt dhe përmendët që ky 2 vjetori i fundit ka qenë ajo ringjallja e federatës dhe me të vërtetë hapshëm keni shkuar. Është shumë ajo me rëndësi, sepse nga gjitha këto eventet ne kemi krijuar bashkëpunime me kongresmen, aty që është pastaj me kandidatët për kongresmen, kemi tash takime të ndryshme, fundraisers, kemi takime edhe me kandidat për guvernatorin e shteteve ndryshme tani, ose edhe me kandidat për kryetarët e qyteteve ndryshme, domethënë për mayor running races. Dhe këto janë gjitha me rëndësi për ne, për arsye sepse këta njerëz në një mënyrë ose tjetër do jenë në pozita vendimmarrëse, domethënë që do ndihmojnë pastaj që ne shqiptarët të arrijmë qëllimet tona. Qoftë gjuha shqipe, qoftë veprimet e ndryshme, qoftë organizimet e ndryshme, apo gjërat e cilat i ndikojnë, ndihmojnë dhe janë me rëndësi për komunitetin shqiptar. Duke pasur parasysh se komuniteti ynë po shtohet, edhe jo vetëm në Evropë, por edhe në kontinente ndryshme. Sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është komuniteti i cili po shtohet më shumë çdo vit, dhe njerëzit po vinë, pastaj edhe ata që janë aty po krijojnë familje dhe po shtohen, dhe kjo po e zgjeron numrin e komunitetit duke dhe në fundit kjo i jep një farë rëndësie shtimit numrit të komunitetit, për arsye sepse ata kanë ndikim dhe ndihmojnë edhe në organizimin e jetës edhe gjërat që ndodhin aty në Shtetet e Bashkuara, por edhe si komunitet janë më të mëdhaj edhe më të fortë dhe kanë ndikim edhe zëri i tyre të shkojë më lart në vitet që vijnë. Atëherë zotri Maksutaj, faleminderit shumë që ishit sot në studio dhe munduam të përmbledhim kështu në shumë pika gjitha aktivitetet e botrës, por për ashtu do të na duhet kështu disa orë emisione, por pak a shumë duket se ja dham një dritë të mirë. Unë të falenderoj shumë ty për kohën, mundësinë, hapësirën e misionin tënd, sepse ju jeni ata që neve na jepni dritare që të tjerët të dinë se çfarë po bëhet. Edhe shumë njerëz sakrifikojnë, japin edhe bëjnë mund, edhe ajo bëhet me dëshirë dhe me vullnetin dhe sakrificën që ata lënë familjen e tyre, domthonjë që të japin për çështën shqiptare, dhe shpresoj që pasardhësit tanë të bëjnë më mirë se ne dhe të vazhdojnë kjo, sepse populli shqiptar ka qenë është dhe për mendimin tim do të jetë një faktor shumë i rëndësishëm në Evropë dhe në botë. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit ju. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 çdo pasdite, e deri në takimin e radhës, mirupafshim.